27 vjet nga rënja e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij dhe jasharëve të tjerë, sulmi që ndodhi më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 mori jetën e 55 njerëzve në fshatin Prekaz, 22 prej të cilëve ishin familjarë të ngushtë të Adem Jasharit. Ragip Jashari, i cili është njëri nga bashkëluftëtarët e komandantit legjendar Adem Jashari, ka rrëfyer ekskluzivisht momentet si filluan luftimet. Ai ka thënë që gjatë asaj kohe kishin pranuar edhe telefonata për shtim të forcave serbe, por të cilat nuk i kishin marrë shumë seriozisht. Ishte mëngjesi i 5 marsit, kur ishim në odën e komandantit legjendar Adem Jashari dhe në orën 5 filloi të qitet rrethi në lagje. Ishim në bashkëbisedim me Hamzën. Gjatë asaj kohe u bën 2 telefonata që na treguan që po grumbullohen forcat serbe në lagjen Jashari. Ashtu që jemi kon, kemi dalë dhe jemi përgatit me atë armatim që e kemi pas, kemi dalë nga kjo kulle cila është simbol. Kishim një paralajmërim rreth orës 4 ku bashkëluftëtari Joni Hysen Gucati tha se shumë forca po grumbulloheshin dhe nuk e morëm tragjike. Kur erdhi mëngjesi filloi rrethimi. Pam tankuin që doli nga bunkeri, kanë ardhur forcat e armatosura nga fshati Klin dhe kemi dalë bashkë me ata që ishin në odë, Hamza, Baca Shaban dhe djemtë e rinj të cilët ishin të përgatitur. Rreth orës 7:25 kanë filluar luftimet e jasharët. Luftime ka pas në tërë lagjen, tha tutje Jashari. Ne ishim të përgatitur për një luftë e cila do të ndodhë një ditë dhe familja e komandantit legjendar ishte përgatitur për luftë. Neve na stërvitën për të bërë rezistencë, pasi artilleria e forcave serbe ka qenë shumë e madhe, por kur ajo për liri neve na bëri të fortë, na bëri të frymëzohemi dhe të luftojmë aq sa kemi pas mundësi. Ragip Jashari kujton edhe fjalët që kishte thënë Adem Jashari në momentin kur tanku serb kishte arritur në lagjen e jasharëve. Burra, erdhi dita t'i tregojmë serbëve si luftojmë burrat dhe si vdesin për liri. Tregon Ragip fjalët e Adem Jasharit në momentin kur po fillonin luftimet. Familja Jashari ka ra dëshmor për këtë popull dhe për këta njerëz. Këtu është luftuar ballë për ballë me armikun serb. Edhe municion nuk kemi pas aq sa duhet. Ishte vullneti arsyeja për liri, pasi për të sakrifikuar familjen është fenomen i rrallë. Një familje që i sakrifikon 20 antarët e familjes për liri. Jashari tregon edhe kur e kanë marrë vendimin që të tërhiqeshin. Gjatë luftimeve ka ardhur Baca Hamaz, meqense edhe municioni ishte i pakët. Ai tha, djema kujdes, ruani veten sepse luftimet janë të forta dhe të poshtra.